Sa i përket sportit, ne në këtë mandat kemi filluar me idenë e re, të ta ndajmë nga kultura ministri, të kemi ministri të sportit dhe të rinisë, ku sporti dhe rinia shkojnë bashkë, e tash këtu në Gjilan jemi duke ndërtuar stadiumin e qytetit, me kapacitet prej 8750 ulëseve, kostoja e përgjithshme e projektit është në shumën 12 milion e 740.000 euro dhe po punohet pa ndalur në mënyrë që ky projekt madhor, jo vetëm për Gjilanin, por për Anamorovën dhe Kosovën përgjithësi, dhe në përgjithësi do t'i kemi në 18 komuna të Kosovës 20 stadiume të reja të ndërtuara ose të renovuara për shkak të lojrave mesdhetare 2030. Në vitin 2030 llogaritet që do të vinë së paku rreth 30.000 turistë të huaj. Ne po shikojmë se ku sa të mbështesim në mënyrë që të mos jemi vetëm organizator të lojrave mesdhetare, por edhe fitues të medaleve me atë.